O ju robër të Allahu Jalla wala, Zoti subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib", dhe mos thoni me gjuhët e juaja diçka për Islamin rrenë dhe mashtrim. Hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi al-kadhib, duke thënë kjo është halali dhe kjo është harami, e të shpifni për Allahu Jalla Jalalu rrena edhe gënjeshtra. O ju robër të Zotit, Allahu Jalla wala thot në Kur'an se nuk ka më zullumqar dhe më keqbërës se një njeri i cili shpifën për Allahun. Thot Allahu Jalla wala: "Wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba", e a ka më të poshtër, e a ka më keqbërës dhe një njeri më rrenacak se ai i cili shpifën dhe rren për Allahun te bareke wa taala. E në ditën e Kiametit, o ju vëllezërit e mi, dëgjojeni Allahun te bareke wa taala që na tregon për ata të cilët shpifin me emër të Allahu Jalla Jalalu se si do të jetë gjendja e tyre. Thot Allahu Jalla wala: "Fama dhannu alladhina kadhabu ala Allahi yawm al-qiyamah", e çka mendojnë ata të cilët shpifin për Allahun se çka i pret ata në ditën e Kiametit. O ju robër të Allahut, çka mendojnë ata të cilët për t'i marrë frenca dhe followersat dhe lajkat e tyre dalin nëpërmjet rrjeteve sociale, flasin e emër të Allahut dhe pejgamberit, flasin e emër të Islamit, si do të jetë halli i tyre ditën kur do të dalin para Allahu te bareke ve teala. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Men kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar", ku shpifon për mua diçka me qëllim, le ti përgatitën vetes së tij një koltuk apo një karike për zjarrit të xhehenemit. Në qoftë se rrena për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka kaq e madhe dhe e rrezikshme, më tregoni ju njerëz për ata që rrejnë për Allahun dhe madhërinë e tij subhane. Fama dhannu alladhina kadhabu ala Allahi yawm al-qiyamah, çka mendojnë ata të cilët shpifin për Allahun se si do të jetë gjendja e tyre ditën e Kiametit. Thot Allahu Jalla wala: "Wa yawma yu'raduna ala rabbihim", atë ditë ata do të shfaqen para Allahut, do të shfaqen të zhveshur si ditën kur i kalin nëna. Ku jenë pëlqimet dhe lajkat e tyre? Ku jenë frensat dhe followersat e tyre? Ku jenë numri i ndjekësve të tyre? Ku jenë dinari dhe dirhemi i tyre? Do të qëndrojnë para Allahu te bareke wa taala, e përreth tyre do të jenë dëshmitarët e Zotit Xhellahu ala që do thonë: "Haula alladhina kadhabu ala rabbihim", këto janë ata që rrejtën për Allahun azza wa jall, këto janë shpifësit për Allahun subhane. Dhe kështu o ju vëllezërit e mi, gjithë banorët e mahsherit, nga Ademi dhe deri tek i fundit, do ta dëgjojnë fjalën e melekëve të Allahut dhe të gjithë së bashku do të thonë: "Aha, këto janë ata që rrejtën për Allahun azza wa jall." Ku janë ndjekësit dhe frensat e tyre? Ku jenë dinari dhe dirhemi i tyre? "Haulai alladhina kadhabu ala rabbihim", këto janë ata që rrejtën dhe mashtron për Allahun Jalla Jalalu. Le të kem frikën Allahu subhane, ata që marrin të drejtën me gishtat e tyre të shkruajnë në emër të Allahut dhe Islamit. Le të kem frikën Allahun, ata që marrin të drejtën me gjuhët dhe llapat e tyre u thafshin gjuhët e tyre që të shkruajnë në emër të Allahut dhe nuk kanë dije dhe njohuri për Allahun.